një dërgim kështu zyrtar dhe po pres natyrisht me reprezentu qytetari i Demokratikë të Kosovës zyrtarisht. Edhe i dhem drejt fund. Mbron Glauko Njusa me një siguri tha që i ka dhe 3 vota 3 deputet nga nisma. Jo, si ka askush përveç marrëveshje politike. Me marrëveshje politike. A ndonjë marrëveshje deri Po marrëveshje në ato që kemi folur tashmë, besoj kemi të qartë, kemi bën një orë edhe në për intervista. Marrëveshje përmes marrëveshjes politike ndërtohen edhe numrat edhe shumica parlamentare. Pa marrëveshje politike, natyrisht nuk mund të ketë ndonjë zgjidhje. Dhe prandaj besoj që do të ketë shpejt marrëveshje politike. A janë të arritshme a mundët me u bën në qeveri unitit apo jo? Shoqëron këtu në këtë vend, Kosova është u shumë. Se disa janë vetëdijshëm. Nuk është çështje kjo e taktizimit që ka po shohim ne. Me miliona Kosova çdo ditë i humb në aspektin ekonomik. Përveç probleme tjera politike, ekonomike, pozicioni jonë ndërkombëtar që janë të humbur. Ne jemi sot margjina të krejt zhvillimeve rajonale për te rajonale Bruxelles. Po çka është më e rëndësishme? Kosova çdo ditë më shumë po futet në një krizë. Ekonomia e Kosovës është në një gjendje stagnimi dhe kjo nënkupton ne jemi duke humbur miliona. Edhe ju dini pak a shumë kur klima është e pasigurt, kur ekonomia ka pasiguri, gjithmonë ka të lashe ekonomike, dhe për mua kjo me fatkeqësia që pakush po e ngrit si çështje. Ne jemi Kosova të marrë domet më ekonomike këto muaj, me mungesë të institucioneve. Nuk është thjesht veç koha, nuk është thjesht veç ndërtimi politik institucione, shumë e rëndësishme po përtej saj. Kur ju nuk keni institucione legjitime, me fuqi plot, me kapacitete plota me punuar, shumë projekte nuk nisin, ato që janë ngadalësohen ose ndalen të gjitha. Biznisi që është interesuar me fund investime të reja ka pasiguri dhe ndalet ose ik prej Kosovës. Gjitha këto janë kosto. Prandaj edhe për këtë arsye është momenti i fundit që klasa politike tulet ta bëjë një marrëveshje politike për ta nxjerrë vendin nga kriza edhe për ta ristartuar politikisht e ekonomisht Kosovën. Zotin Lima, veç një pyetje, keni pas kontakt me zotin Kurti? Jo, nuk kam pas kohë të fundit. Tendencën për me është bloku situatën çfarë kemi. Edhe mendoj që është iniciativë e mirë. Unë më shumë kisha thënë që me reflektu edhe partia e parë edhe me dhënë një drejtim sa më shpejt kësaj situate. A mund të bëhet qeveri uniteti pa vetëvendosjen? Po nuk e di tani se si do të jetë ajo matematika e numrave prapë, domethënë nëse ne nuk i kemi numrat, si do të duket ajo qeveri pa vetëvendosjen. Kur e dim që ka dalë partia e parë në zgjedhjet e fundit, prandaj unë nuk e shoh si ofertë pa vetëvendosje, unë më shumë e kam pasi e përgjithshme për një afat kalimtar deri në pranverën e ardhshme. Por prapë mbetet që leadershipi le të vendos, ne jemi këtu për mi bë për krajë. Në rast se do të bëjë, ato duken që janë 15 pika që kërkojnë më shumë kohë se sa periudha që e ka kjo qeveri nëse bëhet? Po nuk janë as Bibel, as Koran, ato mund ndryshohen, megjithatë është një ide fillestare që na duhet më trajtu, po të shohim tash. Mund të ketë lëvizje, po prapë unë e pasha deklaratën e ish-kryetarit Kuvendit që thanë 2 javë të ardhshme mund të ketë ndryshime, më shumë jemi primi i besu ish-kryetarit Kuvendit, që ndoshta do ta bëjnë një ofertë e cila jap zgjidhje. Faleminderit shumë. Çfarë drejtojë një ish-kryetari?